Mjeku jep urdhër, kur nuk duhet ta mbani jashtëqitjen, ja pse. Shumë njerëz preferojnë të presin derisa janë në kushte familjare për të bërë jashtëqitje, por të shtysh këtë proces është më e rrezikshme nga sa mendoni. Në fakt, disa ekspertë paralajmërojnë se mbajtja e jashtëqitjes së trashë për një kohë të gjatë mund të sjellë edhe vdekjen. Në rastin më të keq, një masë e palëvizshme fekalesh mund të formohet në zorrën e trashë, duke rezultuar në kapsullë kronik. Në qoftë se nuk trajtohet, ky kapsullë mund të kërkojë edhe nevojën për operim. Doktoresha shprehet se kjo mund ta bllokojë sistemin tuaj duke bërë që ju të përfundoni në kapsullë kronik dhe ta mbash është gjë e keqe pasi janë mbetje dhe toksina të cilat vazhdojnë të qëndrojnë në trupin tuaj duke sjellë shumë dëme shëndetësore dhe njëkohësisht mund të çojë në probleme të agravuara të shëndetit tuaj.